Fillon nga e para me Boni Sala. Megjithatë, i drejti mbetet i lidhur fort me rrugën e tij, dhe ai që i ka duart e pastra forcohet gjithnjë më tepër. Ishujt Hawaii janë një parajsë tropikale që ndodhen në mes të oqeanit paqësor, 2500 milje larg nga toka më e afërt. Ujrat që rrethojnë ishujt kanë nuanca të ndryshme, blu dhe era të buta fryjnë nëpër ishuj. Për 400 vjet, polinezianët e vendosur në ishujt e largët u përpoqën të lundronin ato erëra. Pas migrimit të zambakut të artë, në ishujt e rinj që ata besonin se duhet ishin atje, kanoet e tyre nuk mund të vazhdonin të ndiqnin zogjt dhe duhet të ktheheshin pas, por nuk reshtën nga përpjekjet e tyre për 400 vjet, para se të arrinin më në fund në arkipelagun Hawaii. Ne nuk e dim pse ky brez polinezianësh vazhdoi të përpiqej ndërkohë që të moshuarit e tyre kishin dështuar. Çfarë ju bën të vazhdoni kur nuk e pranoni dështimin her pas here? Bibla inkurajon ndjekësit e Jezusit kur bëhet fjalë për të ngulmuar, për të vazhduar. Ai do t'ju mbajë të fortë deri në fund. Nëse jeni në një situatë shumë të vështirë sot dhe mendoni se po arrini fundin, Bibla ju siguron se i drejti mbetet i lidhur fort me rrugën e tij, dhe ai që i ka duart e pastra forcohet gjithnjë më tepër. A e dini se si bëhen muskujt? Ndërsa vjen në punë të sforcuara, fibrat e vogla të muskujve qahen dhe më pas shërohen. Muskuli është më i madh, më i fortë dhe i aftë për të bërë më shumë. Si ndjekës i Jezusit, ju po esni përpara, po rriteni, vazhdoni të ndiqni Jezusin. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.